çfarë të re kemi kësaj radhe? Për çfarë meditove? Meditova me thanë drejtë. Me çfarë dhuroi Zoti? Diçka shumë ndoshta veçantë. Unë mas 24 viteve që kam qenë nan, kam 2 djemë shumë të bukur, shumë të mrekullueshëm, u bana edhe i herë nan. Një mosh ndoshta e them ne njohim gratë menopauzë, kur normalisht një nan ose një femër nuk met shtatzan, edhe nga ana mjekësore më thoshin mjek nuk ka shtemutën që ti kemi met shtatzan ma, sepse ishte dhe arsye shëndetësore që unë kisha në pjesën e poshtme të organeve seksuale. Edhe kur nëpërmjet një meditimit në shtator 2023-shit, mora një mesazh të brendshëm që më thote mas 6 jave kemi marrë një dhuratë shumë të bukur. Okej. Edhe më thash, okej, shikoj mirë, çfarë janë këta 6 javë, unë nuk e priqa, unë mendova po më fal burrin në gjë. Po më dhuron ndonjë sa të bukur, nuk i dietën se janë bashkëshorti. Dhe mas me të vërtet, një ditë shumë të veçantë, 11:11, unë kam bërë shtatzan. Dhe këtë gjë kam marrë vesh në janar, kur unë thjesht kam shku më bë një vizitë, domethënë, më shumë për arsye që kisha domethënë që temat në pjesën e poshtme të barkut, ku ata më thonë, "Moj zemër ti je shtatzan, ti nuk ke asnjë problem, por ke bebe mram." Ishte diçka me të vërtet shumë e bukur për mu, për familjen, edhe një gjë që unë kisha pas qejf me i dhanë kurajo të gjithë grave, kudo që t'jenë, që çdo gjë është e mundshme, sepse unë kam ndihmuar shumë gra që nuk kanë pas mundësi me met shtatzan, dhe i kam thënë që meditimi ose ajo zhvillimi personal i brendshëm është shumë i rëndësishëm që njerëzit edhe ato domethënë të kenë mundësi me pru një fëmijë në jetë. Vazhdimisht thu që mediton, merr sinjale, mesazhe, asnjëherë nuk e morë një mesazh se dikur përsëri do të bësh nën dhe do ta kesh një vazë? Po, e ka marrë në 2012 një mesazh. 2012. Po. Ai ka qenë mesazhi i parë, edhe unë kam thënë, okej, nëse do më ardhi bebe, mirë ardhë, si thëmë ne. Por nuk kam ba, domethënë, gjatë tentativa, ose nuk jam marrë, domethënë, kam thënë, nëse vjen, vjen. Nëse vjen, vjen. Vjen momentin që është i duhur, i thamë kohën e duhur. Erdhi në momentin e duhur për ty? Në moment kam thënë jo, sepse kam kënë kulmin e punës, dhe kam thënë mos, tamam të shmerdi, po pëse s'merdi për para. Kur ma vonë e kam kuptu që ky fëmijë do të ndoshta që unë t'isha gatshme, unë dhe partneri, sepse dhe unë e partneri kena kalu disa sfida, shumë të forta për sa i përket çështjes tina partner bashk, të ecim në një rrugë kaq të thellë, i thamun shpirtërore dhe të zemrës, dhe na është dashur të kalojmë disa sfida në jetë. Dhe ato sfidat na kanë ndihmuar që ne t'jena më të fortë. Dhe në momentin që ne kena të kalu këto sfidat, dhe një në sfidat më të mëdha ka qenë kur me thënë të drejtën kam pas smundjen e kancerit në pjesën e poshtme të barkut. Edhe ajo ka qenë... Pas ti kancer? Unë kam pas vetë, domethënë qelizat kancerogjike në shkallën e 3, kur mjekët thoshin do të heqësh komplet organet, i thoshin femrore, vezore të çdo gjë, dhe nuk do të mesësh kur ma shtatzan, as nuk e ke mundësin të mesësh shtatzan. Dhe unë kam thënë, nuk do të heqi, do ta shëroj vetë. Dhe kam do të shikohemi mas 6 muajsh bashk. Dhe mas 6 muajve kam shku tek mjekët, dhe nuk kanë gjetë ma asnjë 0 qelizë kancerogjene brenda. Çfarë bëre? Unë kam meditu, kam pastru, edhe kam bërë detox, tip agjerimit, për sa i përket ushqimeve, dhe çdo gjë më ka ndihmu që trupi jem pastaj të rikthehet. Pa medikamente, pas gjë? Asnjë lloj medikamenti, që po thotë ti është mrekulli, nuk diun nëse muj ta kundërshtoj ose ta hedh poshtë apo ta verifikoj, po kjo është mrekulli. Edhe mjek thoshin, është një mrekulli, thoshin që se kuptojnë, sepse ata kanë dashur direkt me fut në sallë të operacionit, sepse kishin frikë që mos të shpërndate kanceri në të gjithë pjesën e poshtme të barkut. Kur unë i thash ata kanë me të çuditëm a dash me nënshkru, sepse në Austri je domethënë kundër pastaj farmës. Dhe i thash, unë e marr thash përsi për vetë rrezikun. Dhe do të takona mas 6 muaj. A di cila pyetje po më vjen mendje tash? Çfarë je ti? Çfarë njeriu je ti? Unë jam një njeri, si tham, si çdo kush. Ndoshta me një detyrë të veçantë, dhe unë kam atë detyrën që du me ndihmu njerëzimin, dhe prandaj ndoshta dhe mrekullit më kanë ndodhur, që unë ta kuptoj që do më thanë, se nëse ti nuk i përjeton vetë, si ke për të ndihmu të tjerët.
unë kam ndihmu me qindra gra që kanë kancer.